I përsollëm për mbledhjet e 2 xhirove të fundit të ProCredit Superligës dhe tash jemi prapa përsëri në studio me mysafirët tonë sonte në asist Arbron Rifatin dhe Andin Rashicën. Arbron, keni debutuar në Superligë në edicionin 2018-19, atëherë kur ka filluar ai revolucioni i basketbollit në vendin tonë me Artmoshën, kur asisti u kthy mas 6 vjet pauze, më thonë asisti u kthy, ju debutuat në Superligë. Ka qenë një rrugtim kogja interesant, simpatik i gjatë një 7 vjetë. Për mendimin tim keni qenë një prej skuadrave më simpatike, e cila i ka dhonë shije basketbollit kosovar, po si vjetë mas 7 sezoneve në Superligë edhe zyrtarisht pra u largut nga Superliga. Mas pari po më intereson ku ka qenë sekreti menaxhimit të ekipit gjatë kësaj kohe, e ma na tregon çka ndodhi si vjetë. Mas pari, më lejoni t'ju falenderoj për këto fjalë apo komplimente. Nuk e dija keni pas rast para 2 xhirove në ndeshjen kur edhe zyrtarisht, do më thonë rom nga Superliga, në intervistën time të kolegëve juaj dhe miku imi respektuar, zotri Lirim Peci, e ceka këto që thatë edhe ju, të një të mënyrë publike ju kam falenderuar edhe juaj, edhe emisionin e juaj, për promovimin edhe për shtyrën cilën a keni po, që ka qenë edhe një motiv shtesë edhe një përgjegjësi shtesë, si unë që kam qenë krijuesi kësaj skuadre. Sa i përket sekretit, apo them një politike të mirë të klubit që kemi bërë për këto 7 vite në Superligë dhe 2 vite në ligën e parë dhe ligën e dytë, kur tash në vitin e ardhshëm do thotë kjo skuadër do të jetë një dekadë, domethënë 10 vite. Ka qenë një përvojë dhe eksperiencë imja mas pari që kam qenë si drejtori klubit në klubin basketbollit Golden Eagle Ylli për 3 vite dhe 1 vjet si trajner. E mendoj që aty kam pas mundësinë t'i mësoj shumë gjëra si funksionojnë dhe si shkojnë. Duke u shtuar pastaj edhe një grupi shumë mirë që kam pas afër, të cilët më kanë mbështetur dhe më kanë suportuar sot të jemi këtu, të cilët prioritet dhe parim kryesore kam pasur zhvillimin e basketbollit në qytetin e Prizrenit, respektivisht të Kosovës, domethënë pa e shikuar basketbollin si materie apo si interes. Mendoj që një grup i mirë shumë që kena pas një jetë mirë, që thojmë te na në Prizren, kemi arritur domethënë ta bim skuadrën këtu, ku për këtë njem shumë krenar. Gjë që kena pas një stabilitet organizimi, një stabilitet financiar, jam shumë krenar për këto vite që deri sot akoma nuk kena pasur ndonjë ndëshkim nga FIBA apo BAT apo ndonjë padi për mos pagesë për borxhe. Për ndonjë borxhe. Çka ka ndodhur si vjet Armar? Si vjet së pari nga kon ekipa që kena pas buxhetin më të vogël në Superligë, ato e dim, ato janë publikuar. Përveç asaj të cilat janë publikuar, na kena pas mungu edhe disa 2 marrëveshje të cilat 2 sponsor nuk na kanë respektuar marrëveshjen. Megjithatë, unë kur nuk e kam marrë si justifikim buxhetin, se kemi qenë skuadër që edhe çdo herë me buxhet më të vogël kena arritë jemi edhe kampion stinorit. Kemi arritë edhe ta fitojmë Superkupën e Kosovës në vitin 2020-21. Kemi arritur të jemi të bronz në Ligën Unike në debutimin e parë. Por, me thonë drejtën, paka shumë si vjetë me inkuadrimin e Borës, që u po që ka një organizim mirë, na kena ditë që kam u kom pak si vjetë ma vështirë, por pos buxhetit, mendoj që dhe lëndimi lojtarëve kyç, dihet që na me gishta mujna mi numru lojtarët vendor, e na që thash ka i patëm edhe ma të mirë, i hupëm, do bon fillim kapitenin Urimi, që ka qenë edhe shtylla dhe baza ekipit, do bon ne sa ke Urimit, do bon 3 xhirot e para, na arritëm Prishtinën ta fitojmë me një diferencë prej 16 pikësh ndeshjet e parë, ku kena non-stop kena udhëhequr deri 20 diferencë. Mas ne rilindi, momentin kur filloj me tregu vetën që shumë Asmiri, pastaj Roni, në fund edhe Edmundi, mendoj që edhe nuk kena pas si vjetë shumë fat, edhe prap po du me përmend që kur nuk e kam përmend në asnjë intervistë, asnjëherë nuk e manku, po normalisht që buxheti ka qenë faktor. Ekipet tjera kanë pas fat me pas një organizim ndoshta më të mirë, buxhet më të madh, sikurse ti kisha pasur në parat e tyne. Si trajner nuk do të isha kur në sallë, do të isha ndonjë bregdet, edhe me nai
menaj dëgju se e kësha lënë dikon, e kësha udheq edhe e kësha përfundu kampionatin. S'pa thom 28-0, po 27-1 sigurisht. Si në kohë të Covidit, apo? Po, online, veç e kësha lënë një kamerë, që aty kësha lënë të ashtë lojën. Hinë s'po besoj trener që kishe mujtë me duru t'i pakon aty. Kishim provu. Anten, si e ke parë Prizrenin këto 7 sezone në Superligë? Në fillim ka qenë një për befasive më të mira, u kënë gjithë pak probleme lu me pënten. Proton Cable. Pënte jo mësu mi thë. Pënten nga kamet edhe krejt. Ja kena borza sponsori që. Dojmë me bo reklam pa pare. Ti e korekt. Ti e përmena dhone parës. Edhe normal, diçka e rej për basketbolin, organizim u ku një ekip me organizim ma ndryshe, është vrej që kanë qenë shumë stabil edhe kanë mojtë premtimet se cilit lojtar që e kanë pas, ajo kënë diçka që e kom respektu shumë të këj klub. Gjdo herë ka pas lojtar vendor cilë nuk jënë respektu në shtanë klubet e ty në amë edhe kanë shku të Prizren edhe kanë të regu një performancë fantastike. Edhe normal ka qenë një klub i cili ka pas një selektim edhe një përzgjedhje shumë të mirë të lojtarëve të uj. Mirë po fatkeqësisht këtë sezon nuk pat fat me përzgjedhje të lojtarëve të uj, ato çfarë nështë i përshtatën Lewis Proton Cable, ku dihet që është janë të bazuar me një lojë shumë të shpejtë, edhe nështë që të fat nuk e pat që ata lojtarë me lexu çat stil të Lewis. Edhe tjetra të lojtarë vendor, u vrej që këta lojtarë vendor që i ka pas, nuk i kanë pas motivin që i kanë pas lojtarë vendor që i ka pas ekipa e Prizrenit ma herët, edhe normal një handicap shumë i madh, unë për veti si e kom pa që Orim Zenelaj nuk kom e qenë pjesë e ekipit për shkak të gjendjes ti. Unë e kom di që Prizreni kom e pas shumë shtirë, ajo kon pika kyqe e ekipit, edhe me thunë ka qenë problemi ma i madh për me parandalu, në gjithë herë dhe me dhunë se cila ekip, jo veç ekipa Prishtinës kur kom qenë une, po se cila ekipe ka pas problem në pozitën e pustit tëlt me mbrojt, po edhe me sulmu njëkosisht. Kështu që po prapë se prapë, ende nuk po di tash fundi që shko me ku një kësaj gjestonë, kështu që të shtu. Të ajo kjo që tha për urimin, është mas e vërtet edhe unë këtu kom pas të lashe me krejt selektorët, që kanë qenë Kosovë në këto 5 vjetë të fundit, për me mos përzgjedhjen e urimit. Arsyetimi ka qenë nuk i përshtatët lojës tonë, stilit tonë të lojës, është nga dashë me tërë, pa ato për mu kanë qenë palavra, se njeri 216 s'kemi pas, e për këta në herë tjetër, edhe me ty si selektor U20. Mirë po, gjatë kohës, so kom qenë në ndimstranen përfacuse, urimi u thirë gjdo grëmbëllim, përveç 2 viteve, vite 2020-2022. Shumë mirë që është thirë, po... Po ju edhe une kur kam qenë për 2 vite, nuk është thirë. Kështu që po tash për këto herën tjetër, kemi shumë qka tjetër me folë. Arbnar, në fund të intervjisës të shtunën, Ulpianës, ndeshjen e fundit, e tha një gjë që më tërheqi i vëmendjen, po e përsëris ato çka ki thonë. Nëse ne largohemi, do të largohet edhe dikush tjetër. Çka ki dash me thonë me këta? Kush ka me u largu me juve, edhe për kanë ka qenë kjo porosi? Çka më pyetje? Apo na e sqaron neve këtu në studio edhe publikut? Qërë mas pari, jam një njeri shumë i ngarku me punë, edhe kështu prej kujtesës me thonë drejtët ma shumë se 48 orë nuk mu i me mojtë men, qka do që foli, zakonisht kur dënë me rikujtu njerëz mi shenë sekuenca, tash bashkë sak nuk për di edhe shakon thonë, është ka qenë edhe emocioni ndeshjes, është diçka që do të mirët vesh më vonë. Jo t'i pedesha, qka do të mirët vesh më vonë? Po ne, se nështë jo më koni revoltum lejtarët e mi, dhe më thonë që nësë këna mu konë, s'kanë mu konë edhe ata, nështë që të kuptive kom pasë. Po mdo këtë bashkështë. është diçka konfidenciale, mos më gushtoni. Po ti vetë the, thash që këna me të vetë në emisionë, s'këna me të lëshullet. Po tash nuk e di bashkë sakt, ati për që ato që po munona mu kujtu, po nuk më kujtojt. Kështu që është dhe me pytje në radhës. Jo, për kone ki pas fjallë. Ja, së të lëshojnë anaj, që kërqysh. Shkoj me një blok të marketingu të themi për pak. Qëre, okej, po e respektoj faktin që hala është herët me thonë para publikut. Të jetë një fillim i një reflektimi për të tjerët. Kjo shumë filozofike.
po jo mi tillë. Hajde po të kurse e përsonte. Përkon e pate fjallën? O kry marketingu? Jo, e kena najë gjirimin për momentin, kështë që mund është dashu nga të regu për kone ke pas fjallën. Andin e përmendëm paka shumë, është hedhur tashmë në opinion ideja e zgjerimit Superligës. Si pas teje, cilat do t'ishin të mirat e zgjerimit Superligës? Ndoshta hapsin ma shumë për lejtarët vendor, dhe qasje kompanive për me sponsorizu, nëse kanë program të mirë ekipet për me shaq të marketingut. Kështu që ndoshta që kjo është kone mira kejtë kësajna, edhe normal nëse klubet janë të gatshme, këto 2 klubet që kanë me hipi ligës parë, financiarisht me përballu Superligën që nuk është e lehtë as pak. Ndoshta që kjo është për menim temë. Okej, Arnar, zgjerimi i Superligës konvenon ty direkt. Dhe thonë, jo ty, po klubit Proton Cable Prizrenit, po të regon pse duhet me u zgjeru Superliga. Qka i sjell të mirë? Pajtona me pjesën Andini që e tha, treneri Andin që nuk po du me ripërsërit. Përveç dhe mon investimeve, unë kam qenë, do të thëtë Murat Bilge, treneri Prishtinës ka qenë i pari, i cili mas humbjes, pas fitores së Prishtinës në stinorin pranveror kundër nesh, që e dha këtë ide, normalisht në atë kohë ne edhe Bora ishim ekipet që luftëshim për mbjetesë, që edhe na një farë mënyre bënëm një farë, jo propagande, po si një farë lloj thirrje për shkak se na konvenoj kemi qenë pjesë e Superligës, por mendoj që klubi basketbollit Proton Cable Prizreni në stinorin pranveror e dha shembullin, edhe dha një fakt se pse duhet mu zgjeru liga. Qysh e përmend dhe treneri që kemi potencialisht shumë pak lojtarë vendor, gjë që e përcjellë çdo emision t'juin edhe i kom përcjellë gjitha ato intervistat, mysafir që keni pas në kohën edhe kur kanë lujtë kombëtare, tash Andini ka më konë edhe me Unizet. E na, sikur se tha Andini më herët, do na çdo herë si klub kena bënë një selektim të disa lojtarëve që nuk kanë shumë të shmunë ekipe, i kena marrë dhe i kena dhesë. Mane kur ka kry sezona, kreti kanë thirë ata cilët i kanë largu. Tu fillu mas pari prej urimit që përmendëm, Art Hajdari, Altin Morina dikur, Meriton Ismaili, Muhamet Ali Anjeva, do në shumë lojtarë kanë gjetë një komoditet. Këti Karuanit si vetë, do më thonë, u pa dhe Driron Shala, tash rasti fundit, ke lojën e fundit, do më thonë, kunder ish ekipit të ti që nuk ka marrë fatkeqësisht asë një minut për lojë, do më djali për 35-6 minuta ka lujt me 15 pikë, 15 kërcime, 4 asistime dhe ka pas indeksin dikun mbi 30 mos t'jem gabim. Ronda Syla prej ekipit të PES që ka marrë një minutash për 29 vjeç, Erion Nigja 17 vjeçar, do më ka lujt me afro 7-18 minuta. Edhe Rilindi nuk është shumë i vjetër që prej Ligës 2 do më ishte te New Basketi. E mendoj që është një 10 ekipa, do më ka midhon shumë rast lojtarëve vendor, për mu kalit, për shembull që ta apostrofum që i ceka, që kanë lujtë në klubin tem, sikur se mos t'ishin konë në klubin tonë, do ta nështat, s'po thomë nështat gjithë, po 50% për tyve nështat do t'ishin të haruar vitin tjetër, e tash atave shkanë dhonë një argument edhe një interesim, edhe të skuadra tjera nështat t'i kenë në rosterin e tyre, që mendoj që këtë form edhe ekipet tjera kanë dëshmu, do vonë Prishtina ka dhonë rast si vjetë Jon Ismailit, Bora lojt e fundit dhe rast Zeqirit, do vonë djalit të ndjerit Grickës, që mendoj që edhe dje Ron Ahmeti më zgaboj, apo Andi Ahmeti më farni, edhe Andi dje mur minuta nga treneri sloven, që mendoj që kjo është forma më e mirë për nështë prap, që kom thonë një intervjis, nuk është diçka që kena me përfitu diçka mbrena natës, po është diçka që ka mu konë për mafa gjatë, që këta djemë që duhet me dhon minutash, me pas hapësirë, sepse ndryshe është me lujtë në Super League, ndryshe është me lujtë ligën e parë. është dallim shumë i madh, tu fillu prej ndeshjeve edhe prej stërvitjeve, normal. Ti për shembull i kanë skuadra që kanë 5 huj, në ligën e parë ki maksimumi 1 lojtar të huj, ndryshe stërvitja me 1 lojtar të ri i cili ka një shpareng, një rivalitet me 1 lojtar të huj për një sezon, se sa me një djalë që vjen prej U14 ose U16. Edhe është për zhvillimin e basketbolistave
do bëhen në kuadër të lojës tyre, profesionalisht, pa dyshim. Andin, cilat mundën me qenë efektet negative të zgjerimit ligës? Unë e thash, edhe pse në atë pjesë nuk këm qef mu përzi, se më trener mirë, po unë gjithë i tut në kësaj anës të financave, se nështë këto dy ekipe që hi nuk kanë me mujtë me përbalu këstën cilën do të me pas Superliga, edhe nuk është në regull nëse hinë Superliga dhe nuk bojnë ekip kualitative, edhe me pas ato dy ekipe në Superliga nështë nuk është edhe hishme. Kështë që unë e për veti, për marë një shembull që e kom pa, kur e ka zgjeru Liga e Finlandës, ajo ka qitë një këstë të caktume për dy ekipet që kanë hi, nëse nuk e arrin qatë këstë për me pas të bugjetit, mos me mujtë me qenë pjesë e Superligës, për arsye që mos me prish kualitetin që posedon Liga. Kështu që nashta që kjo i shkon nëse mendojmë për me zgjeru Ligën, nashta që kjo i shkon mirë për me bo, për arsye se... Si një farë lloj depoziti, po menen? Jo, po me tregu para fillimit... Si kriterit licencimit, gjë që i kena në Ligën tonë dhe si vetë, kanë thonë që kanë më konë pak ma strikt, do mënë se i përket Superligës. Nëse arrin kriterë për mu licencu, pse jo mos me qenë pjesë shumë ma mirë. Për momenteve që saj për friksuna, anës të financave të klubeve, lejtarve vendorë, se nuk më qepë lejtarve vendorë mu pagu. Që që asoj për friksuna që nëse zgjerohet Liga, nashta ku me pas problemi me financa, lejtarë s'kanë me mujtë mu pagu. Veç ajo problemi që jo në menaj. Dhe kjo zgjidhet shumë lehtë, kontratat noterizohen edhe... Po, normal, po. Janë menaxher të është bati edhe nëse bati vjen për të huj, vjen edhe për vendor. Unë këto nuk e shoh si problem, po lojtarët me menaxherët apo lojtarët me klube duhen me bo kontratat me noterizu, mi paraqitën federate edhe jemi okej. Është një prej kushteve të kriteriumit të licencimit. Do na gjitha klubet tani, sidomos ashtë më shumë 2 vitet e fundit, gjitha kontratat para fillimit sezonës i deponojmë në Federatë Basketbollit Kosovës, të njëjtat në mbyllet e raporteve të MKRS-s, që i arsyetojmë ato mjetet e argjuara, duhet mi depozitu edhe në Ministritë Sportit, që tha dhe Agoni për këtë pjesë. Me dhe masen ajo i nështrot edhe edhe këtu edhe diçka deshta me shtu, qëre nëse në vitin 19-20 tash më s'pëdi muj me gabu një vjetë plus minus në vitin e Covidit kur është këthy peja. Nuk tash nëse po folim prej 8-10, nëse nuk bëhet... 20-21 ka qenë. 20-21, okej. Që tha ndini nëse njona për këtyve 2 skuadra, njona ka me i direkt, normale, po djetë, pat. Mirë po nëse jo 10, mund bëhen edhe 9. Do bëhen njëta është bërë me klubin basketbollit, peja në gjatë vjetë që... Jo, Mire ki 2019-20. 2019 që e fitojnë kupën. 20 kupën. Non ekipe, njona ka pushu çdo gjiro, veç është një gjiro. Okej, Arbënar sa beson se Proton Cable Prizreni ka me vetë në Super League? Na, me thonë drejtën, gjatë kësaj jave kena një takim me, para play-offit, kena me pas një takim me Federatën e Basketbollit Kosovës, jo na, po gjitha me gjitha klubet për të diskutuar çështjet e play-offit. Dhe ne zyrtarisht tani vesh kemi quar shkresën presidentit Fetau dhe sekretarës zonja Dushku për putjen e rendit të ditës për diskutimin rreth zgjerimit me 9 respektivisht 10 ekipe, që unë mas pari kom dorë si përfaqësuesi klubit, ta dëgjoj edhe interesimin edhe të skuadrave tjera, të cilët vazhdimisht kanë shprehur interesim domthonë për klubi jonë tjetë pjesë e Superligës. Dhe në deshën e parafundit që patëm me skuadrën e Borës, zotët presidenti, zotëja Johani, domthonë ishte ai i cili tha që unë kom nguli pari për me diskutu këto, edhe ne thjesht vazhdimisht me bëni se kryetari sa ishte në studion e ytë, që ky vendim ka më marrë më sa duket në maj, por ne kena dash me ngritë si një çështje për ta diskutuar. E ta shohim, unë jam optimist që kjo do të bëhet. Mendoj që është pak më e mirë për basketbollin se sa për klubin tonë, se nuk mendoj që Federata Basketbollit Kosovës dhe Basketbolli Kosovës në përgjithësi ka luks ta humbë një skuadër për neve. Unë kom thonë edhe në intervistat e mia, nuk është fundi botës, edhe po të luajmë një vjet. Ose luajmë një vjet Super League, në fakt ligën e parë farni, ose me që jena këtu në klan
televizionin Klan, nështë e kena Alaudin Hamiti këtu, mina me shku dhe më konkurun Big Brother në edicionin arshëm. Dikun e gjojna vendin, po si do që tjetë, unë e shpresoj fuqishëm që kena më konë pjesë e Superligës. Për një pozitën Big Brother aty të garantojmë. Ose e ke përmendë dhe më s'po do një pak më shkute në Nanaile. Një par rehabilitimi keni nevoj. Ma boni Edmundi, ama me trener, se Edmundi ishte lojtari fundi, për cili fatkeqësisht e këputi ligamentin. Edhe më tha, si me na njellë, tha, shi unë nuk o që për e Si e theti që ata, Edmundi u lëndu i fundit. Unë nuk thash kur gjo kesh, thash për e shqyrtojmë, apo vazhdojmë me lujt, apo shkojmë në i qendër rehabilitimi, se si vjetë me thonë drejt, jom detyru 2-3 herë me kërku edhe nga një basketi lojtar, do bënë që shqytzoj razë në ti falemderoj si ekipe Prizrenit, me na dhonë do bënë Hajri Zajzeri, Rinol Gashi, kanë qenë shpesh që jena munu s'paku mi bo 10, problemujt me ushtur t'i shka 5-5, se nime kena pas shumë vështërsi. Trener, këthejemi pak edhe Superligës, flasim edhe për këtë edicion në përgjësi, si e vlerëson renditjen përfundimtare? Renditja përfundimtare ka qenë ajo prej fillimit, nështë ta u po skuadra bashkimit ka të reguar një stabilitet me ato 7-7, do që u po që si jetë ka më konë një ekip konkurus, për kunder që dhe ata patën disa lëkundje, sikur se çdo ekip tjetër që ka gjatë sezonit, se normal 8 muaj nuk mund non-stop më konë dili, para dhe shi, edhe mendoj që forma e Trepçës në 2 muajt e fundit nështë pak ka befasu për të keq, edhe në ndeshën e fundit që patëm e ta pak e ngacmova trenerin Adi, si thash, une nuk kom po në botë kërkun, një ekip mi fitu 66% të trofeve, do më 2-2, do më Superkupën dhe Kupën, dhe të bënë ndryshim në roster, do më të bëna fjallë për largimin e Tomasit dhe Ballej Johnson. Mendoj që ardhjet e reja nështë nuk kanë mujtë ala. Mendoj që ekipa yllit ka qenë befasi për të kesh në fillim, por me ardhjen e trajnerit, Pipan, do më gjithçka ka ndru, edhe mendoj që Nezbit ka qenë një protagonist shumë i mirë, edhe rikthimi që kam gëzon mas shumë të rikthimi i Lis Shoshit në formë, mas e dini që jam çdo herë trajner i cili edhe i du lojtarët vendor, po dhe trajnerat vendor. Peja ka qenë e pej shtu up and down, do më në gjatë gjithë sezonës që Zheru ka silë vendit 4-5. Mendoj që veç befasia është ekipa që ka rapi ligës, për këto tjerat nuk e shoh ndaj befasi tjetër. Mendoj që befasi ka qenë vllaznimi, cilët edhe i kom komplimentu në ndeshën kur na kanë fitu në Gjakov, cilët edhe e fitu edhe ligën unike, po tash po shihet që kam pak disa lëndime, do shta dha ekipa u argjun, po mendoj që tash nështë e diskutojmë edhe pjesën e takimeve qerek finale dhe gjysmë finale, po mendoj që për ata udhëtimi ka me përfundu në qerek finale. Andin, si e vlerëson renditjen përfundimtare? Po, të e marë parasysh që am karame për cilë prej janarit, menoj që para shumë për pozitën e parë dhe dytë komenu që Prishtina me Trepçën kanë me luftu, edhe mirë po bashkimi ka të regu një formë tepër mirë, sidomos me pas përfundimit kupës, që humpën në finale për Trepçës, kam pas qasje shumë ndryshe, u vrej çdo herë faza rikuperuse edhe ajo mas ndeshjeve që i hupshin me njerë dhe më dhunë këndelje ekipës. Te ekipa e Trepçës normal që thash për vend parë ose vend dytë, mirë po sidomos që ndeshjen e fundit që e patën me Borën, pak ke çuditshme faza e mbrojtjes e Trepçës, nuk janë ajo ekipat që ju shkalu mbrojtje sezonat e kalume. Për Prishtinën, me thonë fatkeqësisht, normal në Prishtina gjithë kom qef me kohën e para, mirë po Prishtina ka qenë një ekip e cila ka qenë shumë e fokusume për mi mposht disa skuadra caktume, edhe nuk e ka pas motivin e njëjtë që ka pas me çato skuadra, për atë arsye ka pas shumë humbje, normal edhe ndrimi rosteri, ndrimi lojtarëve të huaj. Andin, më falë, mas jemi veç këtu, si ka Prishtina me vllaznimin, është qerek finalja e parë. Kush është favorit në këtë seri, edhe pse? Unë e kom favorit Prishtinën, mirë po për herë të parë, me thonë lirisht, në të duele qerek finale, edhe vllaznimi ka fitu në Prishtinë,
edhe Prishtina ka fitu në vllaznim. E vetmi plus i madh i Prishtinës që të momente, përkundër edhe pse në ndeshjen e fundit që lejtën ke pa në zakër edhe pa Lek Ndrejajnë edhe Jonin. Po, pa 3 lejtarë. Edhe ata kemë pa Andersonin dhe Azemin. Edhe plus me këto mungesa prap banka rezerve Prishtinës ke dukshëm më e mirë, edhe ndoshta plusi më i madh i Prishtinës ka me qenë banka rezervë, edhe normal terreni vendas, edhe normal që Prishtina duhet me o kam duket pak që më thonë menoj që duhet me fitu edhe për mu kualifiku në gjysmë finale, mirë, por nuk kom e pas as pak të letë, për arsye se ekipa e vllaznimet, për kundër mungesave, për kundër këtyne formës jo të mirë të lejtarve, e mira tyne që e kam pas një grup lejtarve pi fillimit të sezonit, edhe që ajo është arsyeja e vetme pse i ka pru deri këtu, se kam pas, dhe në dhënë gjatë verës, është pas që kam pas scoutim shumë të mirë për përzgjedhjen e lejtarëve tuaj. Arjan Azemi, Don Polloshka, Atiku, Arber Sinani, lejtar me energji, lejtar shumë të motivum, që po japin energji sa për janë loj, e normal që janë këtu ku janë. Armënar Prishtina i ndohë rrugët me Murat Bilgen, edhe sfundmi ka angazhu trenerin Olmos, Spanjolin, i cili ka udhëheqë edhe Valencian, do me thonë në ACB në Ligën Spanjole, tjere të ka fitu Ulebit, futese, po, Ulebit, Eurocupit, e tjere. Sa do të ndihmon Prishtinës ardhja e trenerit të ri spanjol, pikërisht në fillim të play-offit? Unë mendoj që Prishtina çdoherë ku lun, si ekip më i trofeshëm, çdoherë kanë ambicie dhe apetite të larta. Unë mas pari e vlerësoj shumë ish trajnerin Bilge, i cili mendoj që ka bërë një punë të mirë, për të cilën edhe më duket ka qenë i ftuar më shumë për t'i promovoj basketbollist të ri, po më duket mas asaj fitores që e pat Prishtina për kupë në ndeshjen e parë me Trepçën, po më duket se ndiqysh mbrana natës u ndrun ato Uritën ambicjet për titull, dhe sa i përket rosterit për lejtar të huj, kështu pa asnjë dyshim e thomë që Prishtina i ka lejtar të huj më të mirë në ligë, në këtë moment. Shumë e vërtet. Që mendoj që gabimi Prishtinës ka qenë e para që i ka leju mu largu lejtarët më të mirë vendorë, që mendoj që nuk ka ndoshta rotacion shumë të vendorëve për sa i përket trofeut. E në momentin e ardhja lejtarëve të huj emra të mëdhej, mendoj që duhet një trener që ka shumë autoritet, edhe një trener që ka shumë background, që mendoj që kjo i ka mungu edhe Bilges, gjë që u po edhe në ato 2 ndeshjet e fundit të tij, domethënë në finalen e Ligës Unike dhe asaj turprimi që pat me PN 170. E kështu që mendoj që në këtë moment Prishtina ka bërë një lëvizje të mirë sipas meje, dhe se trajnerin fjalë personalisht nuk e njoh, po sa pata mundësi me himu informu në karrierën e tij, po është një trajner goxha i dëshmuar. Ashtë më shumë i njëjti, po më duket para 3 muaj dhe pas ka fituar një trofe në Meksik me lojtarën e tyre më të mirë, Mahal Bashic. E mendoj që në këtë minutë tash, a ka me pas ku a i mindrejsh krejt senet, pas i vesh play-offi po fillon të përkura, nas ka me mujt, ato nuk muj me paragjiku. Ti shko në vend dytë, kish pas ku ma shumë mirë, pas që kjo ke pa. Po, një sen e di që Prishtina ka me shën një orë e fort në Trajner, sa beson që vllaznimi do të ketë forcë që edhe njëherë ndoshta Prishtinës t'ja shkaktoj atë humbjen ose eliminimin, nëse, po e them, nëse kthehen Trey Anderson dhe Arjan Azemi, pasi po vrehet dukshëm mungesa e tyre. Vllaznimi mendoj që objektivin e sezonit e ka te kalu si vjet, do më ata na kretë në start e dim që bashkë me neve kanë qenë klub që kanë luftu për mbijetesë. Besoj që ata vetë, qyre se cilin njeri që ka ambicje në jetë, mirët me sport, pretendon çdo herë lart më lart, por ata vetë nuk e kishin besu që sot ato ku kanë ardhur. Do të thonë thjesht e kanë siguru play-offin shumë më herët, 5 xhiro, 6 xhiro mos gaboj pa përfundu, do të thonë stinori rregullt. Edhe plus asaj kanë arrit njerëz pari ta kalojnë një grup shumë të vështirë në Ligën Unike, që se ne kanë kalu edhe bashkimin. Pastaj e kanë fitu do më Ligën Unike edhe tash janë play-off. Po unë prapë që potencoa me ardhen e trenerit Sharin, aty u ka kriju një kemistri edhe që tha treneri një bosh një lojtarëve vendor me shumë energji, por unë nuk e shoh si
pengesë, normal, kollaj nuk ka me pas, po thjesht e shos Prishtinën si gjysmë finalist. Jemi ka fundi bisedës dhe po i shkojmë pak ma shpejt, andin Ylli pati një start katastrofale për mendën parës, në përgjithësi do me thonë një stinor me shumë probleme, lëndime, ndrimet lojtarëve, trajnerëve, por në fund shpërtheu me 6 fitore, në poshti 4 e madhe, tash në qerek finale po përballet me Pene, cila e qetë edhe pa shumë zhurëm, këtë edicion po e kërkon rastin nga plani i dytë. Çka po thotë? Ylli Apeja? Se di, besëm. Nuk e di, besëm. Është për mu, se cila ndeshje në qerek finali është super derbi. Se cila që të kalën gjysmë finale e meritën. Do me dhunë, unë e pres me shku me 3 lojë që kjo ndeshja Ylli me Pejen. Po, veç ta qartësojmë, do me thonë, qerek finalet janë 2 fitume, gjysmë finalet 3, edhe finalet si vetë për herë të parë me 4 si në NBA. Shtë që ka me qenë këgja. Shtë që kena më knaqë me basketbol për fillime. Ardhja e trajnerit Pipan... Unë e di përgjigje në Andinit. Shumë mirë, ardhja e trajnerit Pipan... Andinit ja di përgjigjen, po nuk u të dosh me folë se e dim që e ka dos Dardanit. Së je zemra me thonë që Ylli ka me shku të finale. Po, të lezoha, u kry, vazhdem. Luaj me bashkimin që nuk këtë luaj dita që në të e pushu për që të luaj as nuk e kom vejet, bilem se s'ka një. Po, okej. Ardhja e trajnerit Pipan e transformoj Yllin definitivisht, por Peja po punon tash qetë. Edhe kjo ka me qenë një përballje 2 trajnerëve sloven, 2 filozofive të përafërta. Nëse trajneri Krasovec mos gaboj, nuk e ka idhull, mendoj që ka me mujt me bo diçka, po nëse ka idhull, ai ka me dështu. Trajnerin Pipan, se Pipani është një emër i basketbollit evropian. Tash, agon është një fasë që 2 ekipet kanë pas lëndime, edhe Ylli edhe Peja, po më Dardani artis lujti dje, do më thonë që kënë të lëndum. Knena, Nesbit, Frank, Armstead, do më thonë Gzimorina, do më thonë jashtë janë me asi. është ndeshje që kanë me vendosë në onca, po une si favorit paka shumë e shumë Yllit për shkak të përvojës e trenerit edhe për shkak të një konsistense që kanë treguar në këto 2-3 mujtë e fundit. Anden 2 ekipet, apo top ekipet që u kualifikohen direkt në gjysmë finale, Bashkimi dhe Trepça do të kenë kohë pak më tepër për të përgatitur. Nisim me Bashkimin që përballë do ta ketë Pejen ose Yllin. Me cilin skuadrë do të ketë më shumë probleme sipas teje? Gjatë stinori 2 ati kanë bërë problem. 2 ati kanë bërë problem. E fundit ke Ylli që i shkaktoj, ke një lojë fantastik ke Yllit. Mirëbaje që a dujme me cek, 2 trajnerat me ndaj që e kanë përvojnë e dun, edhe të Trepça edhe të Bashkimi, kjo faza që është pandeshje, normal ata duhet me sjell freski, duhet mos me pas monotoni në këtë kohë, që me qenë të gatshme, me sjell freski, risi në lojën e tyne, edhe duhet me kun gatshme 2 klubet që kanë me ardhë 2 ekipe, cëla do që vjen, kanë me qenë këgja të forta në përballje gjysmë finale. Trajner Bashkimi pret Pejen ose Yllin? Bashkimi për kësaj pauze ka me pas një përfitim edhe një humbje, me thonë. Përfitimi ka më konë që ka me pas kohë rikuperimi me Kinis, që është konfirmu që ka më konë pjesë e play-offit. Në anën tjetër prej përvojës që kom pas në 2020, kër kena përfundu njëtë stinorin si kampion stinorin në vendin e parë, ajo pauza prej 10 dit, apo 2 jasë më kujtojtë, është bashkësakt, neve një farë mënyre në ka dhonë një farë anemie, në ato ndeshjet e para me 5 që lojtarëve pak i ka mungu, nështë u konë edhe fajon që s'kena mujtë më angazhu në e lojnë bitësore, po s'ki mujtë se gjitha ligat tash janë në fazën finale që kërkush nuk donë me lujtë me dikon. E kështu që prapë që është tha dhe treneri, të bënë është ka mu konë një gjysmë finale, une paka shumë e parasho Bashkimi, Ylli dhe Trepça, Prishtina, një finale para finales, edhe atër gjysmë finale nuk di, do më prapë edhe Bashkimi dhe Trepça kanë një përparsi, sidomos ajo e tereni që është shumë e vleshme, po pas këtë gjitha këtyre, une si vjetë prognoza ime është që Bashkimi do tjetë kampioni
Superligës. Me progredit Superligës. 4 fitore. Okej, Andin Trepsha e pret fituesin në duelit Prishtina-Vllaznimi, kampionët aktual në pranverë patën shumë kriza dhe nuk kanë bindur me lojë, por kur ka ardhur të ndeshjet vendimtare, Trepsha e ka tregu forcën e vet. A është Trepsha në finale si vjet? Shumë pyetje e ronë. Pa emocione. Jo, Pa ndjenja. s'bëj me full për emocione, kur kanë në gjysmë finale do të me lu me Në Prishtinë. thuj si në finale ka vej Prishtina. Nëse bazohemi tash te lojë që i kanë lu direkte, Vllaznimi me Trepçën edhe Prishtina me Trepçën, edhe Vllaznimi e kanë poshtë Trepçën edhe Prishtina. Edhe Karami, kur i përcjell shalejtarët, ka pas shumë probleme, sidomos në tranzicionin mbrojtje me dy skuadrat, edhe me Prishtinën edhe me Vllaznimin. Kështu që Trepça valla si vjet ka me pas shumë problem nëse menojmë për finale. Ka gja problem. Mirë, hajde kështu për cila prej skuadrave si vjet ka bindur deri tash mas shumë ti, me roster, me lojtar edhe me trajner. Përkon mendon se ka potencialin më të madh për titull. Arbnori im shoj shkurt edhe trup tha bashkimi edhe u kry muhabeti. Ti përkon thua? Prishtina. Pse? Me lejtarët e huaj, mendoj që i ka lejtarët më të mirë të huaj në ligë. Një probleme ka pas të lejtarët vendor, mirë për nuk i fajsoj për atë sen se ka ndodhë që ka ndodhë. Mirë po në shë Prishtinën në finali si vjetë. Çfarë problemi ka pas me lojtarë vendor? Se na s'po e dim. Po jo problem i madhë mirë po tash nuk është për mu nuk është e letë, nuk e muj me pranu letë, për shambull me pa Meritonin në bashkim, me pa Donin Vllaznim, Arbrin Vllaznim, të lujtë, nuk muj me adim se ti tash t'i kuën të në kuën që aty në qatë klub është klubi t'i zemrës edhe ke punu shumë e qatë adjem të ri. Edhe keni fitu kupa bashk. Edhe kena fitu kupa bashk, edhe për mu së kur një qelet, kesh me qyrë finalën e Ligës Unike, Doni, Atiku, Arbri, para 4 vjetë kanë fitu kupë me Prishtinën, tash të jemë hershin me Vllaznimin, s'muj ta hish me kom dalë pisallës me një, tash leje, s'muj me nejtë. S'ko mujt një patu Po full me emocione, do me thonë. Jo, nuk e ka keq. është realitet, do me thonë, Që veç bile spaku ata e kanë gjetë një vend që po luajnë. Mu vjen keq për Meritonin që e kom pas vet basketbollist, që nuk po merr kohë, mendoj që çajo është humbje. Meritoni duhet mu koni duhet mu koni një scout i vetë scout, duhet mu koni një scout i mirë edhe i vetës në herë. Nuk jo gjithçka në jetë është parja. Në herë, për shembull, dje non-stop e ka fokusu kamera dhe kom po që nuk është i lumëtën. Do më janë do raste, sidomos sportistat që kanë ambicje. Qajo, kështu që unë e kom qef që në Prishtinë, mi po prap bashk, mua Janjeva, Meritoni, Doni. Prishtina si në Prishtinë. Kom qef mi po, që kjo dëshira em, të ashtë aty ndoshta janë planet, ide tjera. Thu dëshira është një, mundësit janë tjetër. Nuk e di, besëm që nuk e di, po dëshira em është që qata djemi po prap bashk, edhe me pas lejtarë të ujtë cilësorë, normal që masane i Prishtinës kish mujtë me mujtë kërkësh. Edhe me trajner Andin Rashicën. S'ka lidhi kush dhe që trajner. Trajnere përmende, do thotë the që është bashkimin, po a beson që bashkimi do të ketë forcë një Trepç e cila po din të luan, po e marim që Trepça ka mbri, pasi janë dy të parat. Një Trepç që din të luan në finale, një Trepç të motivuar të regoj Trepça në finalin e kupës, bashkimi Trepça nëse... Po, që që përmendi Agoni për punën e trajnerve, mendoj që trajneri Trepçës Adis Beqiraki që ka dëshmu vetën që është një mod tjetër në play-off, karshi ligës edhe kërën sidomos atë lojë vendimtare merë pak a ju dëshmu në finalet kupës. Po, aj nuk i lunë finalet, i fiton. E i fiton që aty do është ta me do. Çdo respekt, do për trajnerin Beqiraki. Po, ajo si Real Madridi. Si Angelotti, po mëna? Jo, si Real Madridi, s'ka lidhje. Kush do që është? Po, e kështu që, s'po di, Ulpian, unë mendoj për shkak të një stabiliteti, bashkimi që ka pas me lojtar vendor si vjetë. Ku kështu me plot përgjithësi, kom thonë që për mu si vjetë Lejson Zeshiri ka qenë lojtari më i mirë vendor me një formë fantastike që ka tregu prej fillimit dhe në fund u vrejt qarë që ndeshën me Yllin që nuk lujti, bashkimi unë poshtë do më nga Ylli me shumë mungesat cilët ishin.
Kreto se cila në mes veti kanë fitu dikush 2-2, dikush 3-1, po zakonisht janë konë barabart. Po nuk e di pse e kom një bindje që në gjysmë finale, nëse e bëjmë pe logarisim, nëse është Trepqa me Prishtinën, nuk e di pse e kom një bindje që Prishtina nuk mund me fitu në Mitrovic. Do bon, të 2 vitet e fundit, do bon, nuk po që, ashtë ma shumë vitin e kalum, duke Trepqa 12-0 i ka bon deshet direkte që i kam pas me ta. Po si vjetë Prishtina është 3-1 me Trepqa. 3-1, 2-2. 3-1. 3-1, okej. 3-1, po një deshen duket e kam fitu në Mitrovic, po në play-off unë e kom një bindje në syrin tim si trener që tash ky treneri sa mundet me motivu ekipën, ajo është pjesë tjetër. Do me thonë tim finale po ishe Trepqen edhe Bashkimin. Bashkimin dhe Trepqen, dhe Bashkimin e shoh si favorit për të fituar. Këto kemi me këthy në fund kampionatit dhe me pa kush ti tha Bashkimit, ti tha Prishtina. Okej. Ti qa për Në është ta kom arsye, pëse thëmë. Une po thëmë qaj që ka me dhonë një kosh ma shumë në finale. Thuje. Ja, ta një kosh ma shumë. Okej, po e thëmë aty që kemi bisedu dhe nuk është sekret. Une shoh Golden Eagle Yllin me formën të cilin e ka, trenerin Ale Shpipani cili ka sjell një seriozitet të jashtëzakonshëm me gjys ekipe, me mposht 4-shën e madhe. Shumë vështirë kanë me pas krejt ekipet dhe për i krejt skuadrave që po marrin pjesën play-off, Golden Eagle Yllin po e shoh si një favorit pak më të madh për me fitu titullin Ulpian. Unë mendoj faleminderit natën e mirë. Jo, të do të unë bashkë një ekip. Jemi në fund. Okej, atë që e tha Agoni, ne kemi diskutuar, do thotë edhe ma herët, definitivisht skuadra Golden Eagle Yllit, baza vendore, forma e lisit, pastaj Artin Gashi, Arjan Qallaku kur duhet, Armstedi kur duhet, një Derek Wilson që i ka dhonë super stabilitet ekipit të Golden Eagle Yllit. Jam Paljoka i qka themi, e dim, gjdo ndeshje shpërthen një... Polutak në nënkosh, i ka 2 qendra në nënkosh, fantastike, nëse harova dikën, du thot, nuk... Batësën Asana. Zhjanisëm mi përmendu, me thonë qa që janë produktiv se cili, du thot, e ka një bank edhe një trajner i cili këta i ka qitë në pak komplet. Okej, këto do të shofim, du me thonë, në fund kampionatit, po e rujmë këtë registrim. Shkolla pja qëllëm, bile na joni, nësë përna dhe në tjetër. Konë se përmenëm që do... Veç të rrëpë që se përmenëm. Okej, Armnar, Andin, falemderit shumë. Falemderit. Si që shkom thonë në fillim, ka me qenë interesante dhe simpatike. Falemderit për juve knatësi. Ndërkohë, pra të premten që kemi lënë pas, Liga e pare ka zhvillu ndeshjen e parë finale për inkuadrim në elit, Keku e befasoj Grapelandin në Rahoves. Në vazhdim të shofim raportin nga kjo ndeshje.